Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes Doki. Qysh je? Mirë. E di që ti zgjohesh herët, edhe s'kam nevojë. Se unë zakonisht mysafirëve i them fal që të çova herët e kështu ashtu. Përndryshe Doki jon përveç që është stomatolog me profesion, është udhëtar i pasionuar. Domethënë, udhëtar i pasionuar i cili ka qenë në 42 vendet të botës, edhe bashkë më intereson cila ka qenë arsyeja Dok që të ka shty më bo pasionant i udhëtimeve. Qëllimi është që sa më shumë të shohim kultura dhe tradita dhe të shohim ato jetët e njerëzve që jetojnë në vende të ndryshme të botës, ato të mira që ato i kanë të sjellim në vendin tonë. Po. Dhe të mundohemi të ndërtojmë një shoqëri, sidomos së pari duke filluar nga familja, dhe nga rrethi dhe nga shoqëria që jemi, të ndërtojmë një ardhmë më të mirë për vendin tonë, nëse mund të sjellim diçka pozitive nga ato shtete që vizitojmë. Definitivisht, doktor. Korreshtje shumë e madhe. 42 vende nuk janë pak. A morën man vendin e parë që ke vizitu? Tu mos e shti Shqipnin në Kosovën e domethënë. Vendi i parë ndoshta mundet me qenë Zvicra, ka qenë 87 ndikon. 87. Kam qenë student atë kohë. Domethënë pas ke shku atëherë ku pi cigare në aeroplan. Po. Është pi. Pa alarm ka qenë fare. Po interesant qona po cigare në aeroplan. Domethënë ti mnoj atë në tëkin e kush mi qelë dritoren, me thonë me na do në pak. Se jam doan pirë, shtu që se kam brejt atë mund. Po, Doki, për më intereson në për botë, në vende ndryshme të botës që ke vizitu, si trajtohet atje shëndeti oral në vende ndryshme? A ka dallimet mëdha nga ajo që na njohim këtu? Unë e kam vizitu klinika dentare në SBA, por e kam vizitu një klinik dentare në New Delhi, në rrugë, që nxirret dhombi aty në park me çekish. Me çekish. Kështu që janë bashkë më intereson mi bo do krahasime. Dy kontradikta, a ke dytën ta New Delhi, mos sa përmendni fare sa është në opsionin e shërbimeve dentare si duhet, po ato i kanë nga kushtet e dobta që i kanë që jetojnë atje. Pa opium, pa kurrë, a? Pa kurrë, në atë kushtet katastrofike tam, po kjo është ndoshta përdorur më tepër si humor që s'ja vjen me për fare. Po normalisht. Por duke shiquar tani që ndryshimet globale kanë filluar edhe në Kosovë, jemi në hap në trend me klinika tjera dentare në Evropë, mund të thonë se shumë pa klinika tjera jashtë kanë aparaturë më tepër se sa ne. Domthonë jemi shumë mirë. Jemi shumë afër. Po. Unë tani varet nga profesionalizmi sa jemi të përgatitur, se ne do mos për qenë ekspert e mirë dush bërë trajnime vazhdora, edukime të vazhdora profesionale në shtetet e perëndimit për të sjellë rrisitë që ata i përdorin. Por prapë po tham, unë para 20 vite kur kam shku herën e parë në klinikën kirurgjisë orale të Vjenës, kam thonë që unë karrierën ime profesionale do përfundoj pa arritur teknologjia në Kosovë. Pa më rriune, kam menduar se s'do të kem. Po, çash larg tu ka dokshi. Edhe larg kemi qenë fakt pas luftës më në 2005-ën. Po. Por çaq afër jemi me ta se ne që dallimi është shumë i vogël. Ti falendëru zhvillimit dhe ndryshimeve globale. Edhe interesimit juaj normalisht, interesimit të gjithë stomatologëve që janë interesuar më shku me marr pjesë në sidomos në Kosovë, sidomos klinika dentare ka investime shumë të mëdha. Definitivisht. Interierin plas. Definitivisht. Doki, cili shtet ka befasu mas shumë ti me kulturën, edhe me kujdesin, për a interesu çdo vend ku ke shku, a interesu me pa përveç kulturës, me pa dhe kujdesin dentalat. Ka interesu me njëherë? Me thonë drejt, ato është shumë pak, se gjithmonë marrë udhëtimet me guida. Po, me guida, po. Vetëm ku kam qenë udhëtime private, jam thotë, kam pa klinik dentar dhe për korresht, e kam kërkuar. E ke vizitu, po. Ja bajnë shqetësim. Po. Po, si kultura, tham, jo profesionale, jam i befasuar për të mirën me indin. Me indin? Po, për shembull, nga ato rrugët që ishin njerëz lypsat e me ato kushtet aq ekstreme të varfëra, ka lënë në një mrekulli të botës, ndër 7 mrekullit të botës është Taj Mahalli, që është ndërtuar para 400 vite dhe jep me mendu thellë si kanë pas ide para 400 vite me ndërtuat atë bukuria, zbukur me vizitu tër bota sot. Edhe gjithmonë jam kurreshtar, pse ne në Kosovë nuk mund me gjetë diçka në Irisi, në kohët e sodit, me pru diçka që me na pas lakmi bota ose regioni si Kosovë. Doki, po më intereson gjatë gjithë
këtyre udhëtimeve që ke pas, atë ka rënë ndonjëherë me asistu dikuj në gujda aty me ndihmu dikuj, a ka pas na i dhim dhomi dikush në ato momente? Jo. Si ka ndodhur mi dhim na i dhomi me dhona? Jo, kam asistuar në gujit në Malta, Në Malta? po në gujit turistike, sa nga Tirana kishte një djalë i ri që s'kishte pas lidhje me gujit. Okej. Unë Maltën i vizitoj për herën e dytë. Ati e asistova Ciceronin. Po, Po. Edhe edhe mora rrugën e Ciceronit. ai folë shqip aty, po. Shqip, sa ishte shqiptar Po, nga Tirana, po, pa i po. përkthente pastaj grupit. Po. Po s'kesh nevojë për anglisht ose nga ashtu. Po. Ndryshe Doki shumë vene, shumë vizita. Cili a mendon që ndonjëri prej veneve të ka ndryshu ty si njeri, ndonjëna prej vizitave, ka pas shumë qasje të këti si personalitet? ja, po të them një gjë. Ernest Hemingway thotë në çdo roman, thotë në çdo histori dashuri më ka sjell një libër të ri. Po. Unë në çdo histori udhëtimit më ka ndryshuar diçka në vetveten. Se gjithmonë sheh kultura ndryshme. Gjithmonë. Si për të mirë, si për jo të mirë. Por megjithatë, gjithmonë ne ndjejmë se ne jemi gjenerat që kemi përjetuar ato kohët më të vështira, edhe po jo të mira ekonomike, ndoshta e ndëshpromi kur të shohim që ata janë në disa shtete janë këtë gjendje që ne kemi qenë para 30 viteve. Po ma keq që është kur shkojnë disa shtete që para 30 vite kanë qenë ma keq se na. Edhe sot janë para nesh, aty dëshpron edhe më tepër. A kanë ecë shumë më përpara. Për shembull, shtetet baltike, Lituania dhe Estonia, Letonia dhe Estonia që vizitova, ato në sistemin komunist kanë qenë shumë brapa nesh. Sot janë tepër para nesh. Sot është një dallim që ajo mbrengos përse ne kur ne jemi në zemër të Ballkanit perëndimor, edhe kështu që kemi nevojë për një mu këndell pak. Çdo njëri në vetvete, pastaj Definitivisht, Doki. Definitivisht, a ka pas një vend ku jeni, si më konë në shpiton, edhe pse konë shumë larg Kosovës, emocionalisht, në jonin për vendeve që e ndje mas miri, kështu, emocionalisht? Me thonë drejt, në shumicën e vend ku shkoj, se përgatitna për atë vend me shku, Po. edhe e përjetoj çdo shëtitje, çdo gjë ku shkoj. Gjithmonë ndjen një. Gjithmonë Po, ndjesh. edhe nuk ndjena kes nëse na dështon ai guido, po nëse e sheni gjest jo të mirë dikon rrugë absolut se aty janë kohë, se janë aty gjithmonë e ndjej veten një dhe gjithmonë i marr ato veçoritë pozitive të atij vendit. Po gjithmonë mendjes zerona pozitivisht dhe mendoj pozitiv. Fix, ajo është edhe qelsi i këtë mjave. Doki, mas 42 vizitave të vendeve, 42 që i nje, që i numëron, se me siguri ka edhe ma tepër, a ma mirë këtu atje? Në ka vend më të mirë si këtu. Po atje ka bukuri që gjuna thash pe përse që në Kosovë nuk po dizajnojmë diçka të re për ne. Se nuk ka kënaqësi më të madhe se me jetu dhe me shiju vendin e vet. Atë ka ra me qëllu atje kur ka pas fushat zgjedhjeve si të na që është viti 2025, ja kena dediku politikanëve. Ka ra me ndodh në Kuba kur ndal rrymë, sikur ato që 3 ditë që janë pa rrymë në shtëpi. Ku tash këtu, a? Këtë fushat jemi të njëjtën si në Kuba, si në Kosovë. Po kështu që jam i asnjëjt politik, kështu që s'do më nonën. Ja, politik, qëre, me politika as dek as dorsëm. Pa rrymë jam. Pa rrymë që 3 ditë, a? Po këto tjerat në rregull. A ki këshu mërë dok më sa kanë këput pa i? A ki këshu në kushi? Jo, sa më s'mon ku një fazë për në lojnë, 2 për në i hekin. Po. Kështu që jem në rregull. Doki, do më thonë, e komë në qëtu një far video që ka thonë ai në emisionat natë një far ta shohim ku na met e ç'kjo që qesim tash del atje ndalje për publikun që Dokin atje nalt. Jepi Dok, jepi. Që atje ndalje. Me parashut Doka? Me parashut e provova pak adrenalin tash. Ku ke kjo ngjarje? Kjo në Tajland. Në Tajland. A edhe çu ndjeve? Ndjeva, me thënë drejt, kam pak fobi nga lartësit, po e provova kundër vetes shkova. A do më thonë ki fobi për lartësiva, edhe a të ndryshoj kjo fobia? Në aeroplan jo, vetëm këto lartësit. Po, normal, a të ndryshoj na pak? Me njëherë, tash jam gatshëm për ditë. Do më thonë nuk tu hek. Jo kom thonë edhe shtënë e Fidonit i kom thonë, duhesh se tu do të piminit, i kom thonë duhesh një ditë mi marr një mi majnë në gjep. Jo se marr, dhe nuk e marr. E kam provuar dhe balonin këto me gaz ngjitën lart në Egjipt, edhe ata kam provuar. Do thotë një fobi nga lartësia kam larguar komplet. Do më thonë pas ka vërtetu Doki që
fobia nga analsia apo çdo fobi heket duke e mujt fobin. Po duke luftuar, po. Do ki shtym të pa një fotografi në majë sot i ka. Kjo është maja Korabit. Maja Korabit. Po. Është maja më e lartë në trojet shqiptare. Edhe kemi një video shto gjithashtu. Po. Po. Këto janë bukuritë kur ngjitesh në lartësi, do të thotë kemi rri majat. Kënaqësia më e madhe është kur ngjitesh pikën më të lartë dhe i shef. Cila është pika më e lartë doki që i e shku mas larti? Pika më e lartë është në Bullgari e kam vizitu. Maja Musalla, 2924 metra. Në Bullgari kjo është maja Korabit, pika më e lartë në trojet shqiptare. Në trojet shqiptare dhe në Bullgaria. Në Bullgari është maja Musalla, kam qenë para 2 viteve. Kam qenë edhe në Zvicër në Pilatus, po shiqo. Korabi është maje shumë e bukur dhe nuk është sfiduese për ngjitje. Këto bjeshket e është ma le. Po, bjeshket e tropojës janë bukura, kreative dhe janë sfiduese për ngjitje. Po. Aty është kënaqësi me u lodh për mund ngjit lart. Do thotë kemi u lodh mirë për. Edhe kur ngjitesh e shep pse e lodh, e arsyeton lodhin. Përshëndetje Stapi edhe Edi ju uroj punë të mbar. Njëherët besimtarëve të Krishter urime Krishtlindja. Musa na thot Faleminderit shumë Mus, gjithashtu edhe Homs Goza thot mirëmëngjesi, e përshëndesim edhe Dokin në studio, edhe të gjithë ata që po na shohin apo na dëgjojnë apo na përcjellin. Doki, çush ka qenë ky vit me profesionin këtu në Kosovë? Unë jam personalisht, unë dhe stafi jemi shumë të kënaqur me këtë vit që po jam prapa. Mendojmë dhe dëshirojmë që vitit ardhshëm të jetë i njëjtë. Nuk ka nevojë më mirë, vetëm kështu le të na lejnë jemi shumë mirë. Po, veç mos na prishin. Po, mos na prishin. Mos na vinë në sysh. A ki plane udhëtimit apo plane tjera për vitin që po vjen, Dok? Nëse unë jam shumë mirë me shëndet, tip sportiv, me mirëna me tash me ngjitje, me vrapim maratona me gjitha, e kam plan edhe mrekullinë e 7 të botës, 6 i kam vizituar. Po nuk e di kur do të vi radha 7 se është në Meksik. Edhe vitin tjetër në 2026 e kam në plan, edhe këto të kaluarat një udhëtim në muaj. Domethënë 12 udhëtime priten vitin 2026. Vjet deri në 12 aty si. Për data dhe për terminat të punës, se vinë pacientët thonë a ban me ditë kur punon. Ku jeti doktor ti në Honolulu i thu jam kështu. Hadën mësh, në pas kohë më ardh deri këtu. S'më nxjerr në orë punës hiç, po mirë, puna nuk ka shkëlqyer. E vërtet, Doki, çfarë këshille kishim jap trive që udhtojnë, që dojnë më udhtu, por edhe që dojnë me ndërtu edhe një karrierë edhe këtu, po edhe mi pa këtë botën. Unë i preferoj gjithë mirën me sport, më spari. Me sport. T'jenë kreativ dhe të lexojnë sa më shumë. Mos ta kalojnë kohën e lirë me një espresso, një macchiato 2 orë me lugë ngoj aty, po ta lexojnë bile një çerak libri për çato. Se prishin edhe dhomet për shkatrojnë me ato lugë macchiato. Megjithëse nuk ka kesh mi shkatru dhomë, se ti mas nej për çit puni, çfarë doki është, domethënë, vaçi më thon mani lugë ngoj prish një dhomë, ta ditë unë, ky thot mos i prish një dhomë. Runi dhomë, runi shëndetin. Edhe sa më shumë që të bëjnë vizita jashtë, do thotë e ushqejnë trurin me një kulturë, një traditë dikujt tjetër që është ndihmë për popullin tonë. Ndihmë për emancipimin. Personal. Doki, çka nuk duhet me harru kur jemi larg vendit tonë? Cila është një diçka që kur s'duhet me harru? Shiça, kur s'duhet me harru vendin e vet njëri. Edhe gjithmonë kur jam jashtë e baj krahasim një edukate ose një kulturë ose një traditë aty po me popullin tim. Edhe gjithmonë duhet me gjetë vinë mesit pastaj. Edhe mos më harru që osa mirë që jemi shqiptarë. Edhe e dyta nuk ban mi përbuz ata ku shkojmë, se shpesh me grupat Shqipërisë janë ca gjithmonë grup ka një kategori njerëzve që dinë vetëm me. Qëllon në arrogantë të patjetër. Po, edhe na duhet mi ditë për nga kemë ardhur, dhe si kemi jetu para 30 ose 40 vite, gjithë e dim. Edhe nuk ban tash me thonë për shembull ja kjo mbetërina, kjo pesëliç se këto i kemi edhe në Gjakov, i kemi alo, po. I kemi akoma. Po. Doki, unë uroj edhe shfrytëzoj rastin me të uroj edhe festën e Krishtlindjes. Urime, ku do t'jeni për fest? Sonte në mesnatë në kishën e Shëndov në Gjakov, urime gjithë besimtarëve, sonte bëni qef, pini, kaloni shihoni një natë mirë. Edhe rëni orët. Rëni. Doki,
falenderoj shumë për kohën, falenderoj shumë për këtë këto që i shpalos me neve çdo herë. Stafit tuaj suksesin vitin tjetër. Edhe ju mos ndryshoni më mirë se si vjet shumë mirë, vetëm vazhdoni njëjtin ritëm. Qysh jena kon? Faleminderit shumë Doki. Faleminderit shumë, respekt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.